Klotida Bushka është paraqitur në SPAK, për çfarë arsye? Dosja Velia i 2. Velia i 2. Po, shumë e Po thjeshtë. çka bërë Klotida Bushka këtu? Tani ideja është që prokuroria e posaçme pasi mbylli pjesën e parë të dosjes për zotin Veliaj dhe 29 pandehur të tjerë, që janë jo vetëm individ, por edhe shoqëri fizike, shoqëri tregtare dhe OJF, veçoi një dosje ku po heton sërish familjar zotit Veliaj dhe aktivitetin e tij. Pra quhet dosja Veliaj 2 ose me fraksion. Dhe në kuadër të atij hetimi, ku në qendër është kompania Google e Arbër Veliajt, vllai të kryetarit të bashkisë, janë pyetur njësër personazh dhe ditën e sotme për afro 2 orë ka dhënë dhe shpjegime ish deputete e Partisë Socialiste zonja Klotilda Bushka. Duhet kemi parasysh që Klotilda Bushka është e pandehur në dosjen Velia 1 dhe pritet të shpallet pretenca. Është e pandehur në dosjen Velia 1 dhe paraqitet edhe në dosjen Velia 2. Vetëm me një fjali që të kuptojmë. Jo, me disa fjalime. Atëherë te dosja Velia 1 pretendohet nga ana e SPAK që ajo ka intimiduar njërën nga dëshmitaret duke i kërkuar që të mos dëshmoj kundër Erion Veliajt në SPAK dhe bashkëshortes së tij ajo Laxoca, dhe ndërkohë i kanë hequr telefonin dhe i kanë dhënë një telefon të ri me qëllim që të mos qyre nga ana e SPAK. Dhe për këtë arsye ajo ka akuzën e veprimeve që pengojnë zbarjen e së vërtetës ose pengimi drejtësisë të ndryshe. Dhe pritet të ketë edhe një vendim lidhje me të për fajësi apo pafajësi, këto e vendos gjykata. Ndërkohë që ditën e sotme është pyetur për dosjen Velia i 2, ku është fraksioni që kryeqendra ose pika kryesore ku po heton prokuroria ka të bëjë pikërisht me kompaninë Google të Arbër Veliajt. Po duhet kemi parasysh dhe një gjë tjetër, që këto veprime intensive vinë vetëm pak ditë përpara se gjykata e lartë të shqyrtojë rekursin e Erion Veliajt për mas, dhe ndërkohë gjykata kushtetuese të shprehet po për çështjen e Erion Veliajt që gjithashtu ai kërkon shfuqizimin e masës së arrestit në burg. Dhe zoti Velia ka ngritur argumentat e veta që janë bërë publike, por ndër të tjera ka vetëm një fjali në ato që pretendon SPAK, dhe këtë do them sepse është një histori e përsëritur. SPAK në një nga fjalit që ka paraqitur në parashtres thot, pavarësisht thot që hetimi është përfunduar e tjera me radhë dhe dosja është në gjykim, ne thot në dosjen Veliaj kemi një bashkëpunëtor të drejtësisë, dhe ky bashkëpunëtor i drejtësisë ekziston risku që të vihet në presion apo të intimidohet në momentin që Erion Veliaj mund të lirohet. Pra kjo është paka shumë gjithçka po ndodh me zotin Veliaj. Pastaj ka dhe proces në administrative në përplasjen me prokurorin e posaçëm Orz Dadoj, që zoti Veliaj pretendon se është emëruar në mënyrë të paligjshme, pra tashmë janë fragmentarizuar dhe ka një sër procesesh. Por dosja Veliaj 2 është një çështje e cila po shtrihet mbi gjithë aktivitetin financiar të kompanive të vllajt të vet dhe po ashtu është duke u parë lidhja mes kompanive të vllajt dhe aktivitetit Erion Veliajt si kryetari i Bashkisë Tiranës. Pra nëse kompanitë e Arbër Veliajt kanë përfituar nga bashkia që drejtohej nga i vllai, apo persona tjerë, se mund dalin persona tjerë të cilët ndoshta ne nuk kemi dhe dijeni sepse është një hetim në punë sipër. Në një fjali kemi shkurt fare. Jo, në dosjen një Veliaj që cilësoi Klodi, ka një moment interesant që përfshin zonjën Bushka, ku njëra nga punojëset e kompanive të ajo Laxoxës thot në një moment të caktuar që gjatë ndarjes së parave që këto përfitonin nga projekte të ndryshme, i ka dhënë para kesh edhe deputetes apo edhe familjarëve të saj, bashkëshortit të saj, që ky mund të jetë një rast interesant për të vazhduar më tej për hetimet për akuzat të tjera ndaj zonjës Bushka. Megjithatë duhet parë se deri ku shkon hetimi i prokurorisë. Që ndot të thot njeri më shkruan që është masakruar drejtori i Akus në Shkodër, me qyt pistoletën në kokë. Dash Sula niset urgjent thot. Për Shkodër, për çfarë i bëj Dash Sula këtë? Allah. Bëj prokurorin. Proni miku im. Bëj prokurorin. Po dash i çlidhje ka tani. Drejtori i Akus. Sepse është kreu inspektoriateve zoti Rakipi. E kanë rrahur vërtet. Ka vartës, e ka vartës. E ka vartës. E kanë rrahur vërtet. Ja, e konfirmojnë. Po të konfirmoj se do mbarojmë ne tani, konfirmoj era. Fatmir Hekleri ka shkuar në spital. Ka shkuar në spital? Drejtori. E kanë... Ka kërkuar për mjekim. Për çka bërë kë? Diçka ka bërë, se që të bjerë tjetri me qyt pistoletën në kokë. Po me pistoleti ka rahu, sigur i ra me mitralos. Mos i ra me mitralos, tatë. Si ra me kallash, mo? Tani... Çereku të keqes. Unë them që se mos na ikin këta dy të tjerët, se kjo Andi Bushati edhe mund të kryejë një veprim të pa kuptuar. Mirë ta mbyllësh me diplomacinë. Me diplomacinë ta mbyllim, them unë, kishim një gjë tjetër, Klodi, po do ta lëm për javën që vjen.
Partia Socialiste në mënyrë shumë të ndershme ka propozuar ndryshime për ligjin për policinë e shtetit. Them të ndershme sepse ka të hiqen konkurset tot, se ajo konkurset janë kot. Është Loja, Është ndershme. është mënyra gjëja më e ndershme. Është ndershme. Konkurset janë kot dhe imron. Konkurset janë fiktive. Shiko, për Po pra, Normal duhet të ketë Se do të jenë fiktive konkurset. kjo është çështje tjetër tani. Jo, po nuk e kemi. Jemi të E zot, kemi bëjmë asgjë pra. je i zirur javën tjetër. Jo, po herën Por tjetër ai faktikisht se u bën kërkon- fiktive Ferdinand. U bën komplet fiktive. Konkurset Po janë pra, po turpshme pse në do të botë. jenë fiktive? Hajde ta diskutojmë pastaj. Konkurset janë për gradat. Po more gradën, je jaftë ç'është drejtor. Kuptoj. I japin autoritet drejtorit. Gjithë këtë që bëm deri tani e kuptova, po që nisja e Darsulës në Shkodër urgjent dhe jo policia këto gjërat, Bëj prokurorin pra. nuk e kuptova. Po që ka qenë, ai ka qenë Ka prokuror. vartës. E ka vartës. Dash i ka qenë E ka vartës dhe shkoj. tani. Avokati popullit ka kërkuar mbylljen e 5 burgjeve. Çfarë do të thënë këtë se kuptoj mirë unë? Do mbyllen burgjet. Cila është mbylljen e 5 burgjeve për shkak të kusheve të degraduara dhe shkeljes së drejtave të njerëzit. Dhe bet për të parë kjo, dhe kjo se është e vërtet, bravo i qoftë avokatit popullit. Janë degraduar realisht. Avokatin e kemi, në një ka ndodhur që jemi përplasur, domethënë me kur ka qenë politikanë gjitha, po qofse i kanë ngritur këto probleme, që një problem vërtet serioz. Për cilat burgje bëhet fjalë dhe cila është gjendja konkrete e avokatit popullit. Kush i pari më flet mua, ti ke qenë ekspert dhe ti, Po s'ka problem. atëre, Ideja është që me sa pash unë listën e burgjeve në burgjet e Kosovës në Verit. Pra në Shqipërinë ne kemi 2 lloje. cilat janë këto burgje njërë? Janë Merendit dhe Mision Mundi Regjia dhe... Burreli, Kosova, Burreli. Kosova, Lushnja, Kuksi, Mine Peza dhe 313. 313 ashtu. I madhi po aty. Një repart, reparti A. Peza? Reparti A. Në repartja. Pra, ideja është që këto janë burgjet ndërtuara në një periudhë para 100 vjetësh, apo kohën e 100 komunizmit. vjetë? Po, kohën e komunizmit, po di unë, afërsisht Jo, po atë shkohen mund të shkohesh edhe para 300 vjetësh për- vjetë për i qik. Po, janë Cilësi një kishin. burgje, po mund të jenë dhe në kohës Italisë dhe mund të Jo, jenë por 100 cilësi vjetë. mund të kishin Mund të jenë dhe vjen 100 zero dhe vjetë. Po. ato që kanë dhe 500 vjetë, nuk odin ato amortizuar. Po, janë të amortizuara, nuk janë të standardeve që janë tani, pra që kërkohet për burgjet, po ndërkohë ne kemi burgje. Një pjesë Këto të Burrelit, burgjeve këto janë shumë të si mira. janë? Sa di unë për shembull këtë të Peqinit kanë ndërtuar italianët, sepse kishin një plan të sillnin të burgosur me parametra që ndërtojnë ata. Dhe një pjesë të burgjeve, por kjo nuk do të thotë që dhe burgjet e reja të sapo ndërtuar nuk janë thyer. Ai Korçë u thye për shembull. U arratisën njerëz nga ai. Gjithsesi, kjo është hiç me problemet që kemi në brëndat e burgjet, nëse do të flasim. Dhe nëse kemi Problemet kemi kryesore, e kupton? Se unë kam qenë në intervistën në disa burgje, e 313 këtu, disa islamik kam intervistuar unë aty, Jao Salin në burgun e Burrelit, e tjerë. Kam qenë, me thënë, po jo në burg, kam qenë për të intervistuar. Po. Aha. Ka i problem, Ylli. Ato janë kundërshtuar dhe janë rekomanduar për të mbyllur për 2 arsye. Së pari nuk plotësojnë kushtet për të garantuar lirit dhe drejtat themelore të të burgosurit, dhe së dyti për çështjet të sigurisë. Së treti ka dhe një pikë të tretë që ka të bëjë me uljen e kapaciteteve deri në përmbushjen e kushteve, se ka dhënë rekomandime shumë avokati i popullit. Një gjë që bjen në sy, për shembull, në burgun e Burrelit dhe në burgun e Kuksit, që janë rekomanduar për të mbyllur, ne nuk kemi patë shkoj asnjë burgosur VIP. Nga këta të politikës edhe të botës krimit. Nuk shkon askush atje. Dhe nuk e qojnë dot. Pra, drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk harton një plan të shpërndarjes burgosurve për t'i Ta të rëndësishmit ku venë... Këto rinë në Durrës, atje ku ka frutadeti. Frutadeti Po, atje. Edhe Durrësi kontinuisht e degraduar është. I degraduar E është. përmbytur disa herë. Po në disa ambiente kanë krijuar kushte. Dakord. Po Në disa ambiente. I kanë krijuar privatisht, nuk ka kushte. I vetmi që ka kushte dhe standardat e kohës është vetëm burgu i Reqit, i cili është ndërtuar ka hinë funksion këto 5 vitet e fundit. Po dhe Peqini deri diku. Po, edhe i Peqinit deri diku. Problemi qëndron që avokati i popullit me të drejtë ka ngritur këtë problem, por a do ketë këll që qeveria shqiptare për të patur se s'ka dhe mundësi për t'i sistemuar këto të burgosur që ndodhen në këto 5 burgje, duhet t'i shpërndash në bërë burgje tjera për një afat caktuar, ose duhet kesh një amnisti shumë të madhe,
që të lehtësosh, është edhe një lojë. Ja, këtu më qëndro. E pra, është edhe një lojë që mund t'jetë e përbashkët. Këtu më qëndro. Pregadit avokati. Debatin për masat. Pregadit avokati një raporter, një rekomandim, e zbato qeveria për të nxjerrë njerëzit nga burgu. Unë e lexoj edhe kështu.